në këtë edicion do të ndiqni. Nën masa të repta sigurie sillen në gjykatë serbët e arrestuar në Gjakov. Studentët e Universitetit Fehmi Agani në Gjakov diskutojnë për historinë, kulturën dhe traditën rome. Televizioni Syri gjithmonë në përkrahje të kujdesit ndaj shëndetit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në Televizionin Syri. Nën masa të repta sigurie janë sjellur në gjykatën themelore në Gjakov të dyshuarit serb, të cilët u arrestuan në Gjakov. Seanca gjyqësore për të dyshuarit serb është mbajtur sot rreth orës 14. Katër të dyshuarit serb me inicialet B.R, N.V, P.K dhe M.S janë sjellë në gjykatën themelore në Gjakov, ku prokuroria në Gjakov ka kërkuar mas paraburgimi, pasi sipas tyre ekziston dyshimi i bazuar se katërt e pandehurit kanë vepruar në kundërshtim me ligjin e Kosovës dhe posedojnë armë të ftofta, një sopat, një thik me këllëv dhe një thik sharr. Prokuroria e rastit Venera Shala tha se të pandehurit kanë shtetësi serbe dhe janë në rrezik potencial për arratisje. Për shkak të dyshimit të bazuar. Zbog osnovane sumnje me do 5-4 dana 5.4.25 godine rreth orës 18:30 18:30 časova në rrugën Gasper Karaci, u ulici Gasper Karaci në Gjakov, u Gjakovici, të pandehurit osumnjičeni në bashkëkryer u sa izvršilaštvu e duke vepruar në kundërshtim postupajući me ligjin suprotno për zakonu o oružju numër broj 05 05 fraksion L kroz L 22 crtica 022 Leni 2 član 2 pika 1.24 tačka 1.24 posedojnë armë të ftofta. Ndërkaq avokatët e të panderëve kanë thënë se klientët e tyre nuk kanë kryer veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe se duhet të lirohen. Këtë çështje, ovoj stvari, është sigurt se sigurno je mjetët të cilat janë gjetë da alati koji su nađeni nuk trajtohen si armë. Ne smatraju se kao oružje. Iako, međutim, edhe trajtoheshin si armë. I ako bi se tretirali kao oružje, petitum i kërkesës për petitum i zahtjeva za određivanje pritvora, podnosiš i kërkesë për vagime intime, odnosno za početak istrage, za sprovođenje istrage. Kresë është i faqë ndryshëm. Mbrojtja mendon ke punë. As nuk po, mendon ke kundërtë. As nuk ka po. As po. Hiç. As për vendimin për fillimin e procedurës penale. As më pak penale, as më pak për caktimin e paraburgimit. Edhe katër të pandehurit e kanë mohuar akuzën ndaj tyre, duke thënë se ata kanë qenë duke shkuar në pelegrinazh. Një nga ta tha se është besimtar dhe se çdo vit e bën këtë ritual. Dy nga të akuzuarit e kanë pranuar se janë punëtorë të institucioneve serbe të sigurisë. Një nga ta, P.K, është polic në Serbi, ndërsa M.S është stomatolog në Akademinë Ushtarake në Beograd. Kryetari i trupit gjykues Samedin Cena ka marrë vendim, meqense sipas tij nuk janë bërë ende 48 orë nga ndalimi të pandehuritve që të kthehen përsëri në ndalim deri në një vendim tjetër. Atëherë gjykata sud. Isti post biću pod merom zaustavljen do donošenja odluke u vezi sa.
Sipas aktakuzës, ata ishin ndaluar nga policia në rrugën Gasper Karaçi në Gjakov pas një shkelje të shpejtësisë dhe gjatë kontrollit të automjetit ishin gjetur armët. Të pandehurit kanë pranuar dëshirën për kontrollin e veturës dhe pas hetimit janë zbuluar armët e ftofta, të cilat ata i mbajnë pa leje. Kujtojmë se mbrëm ministri i punëve të brendshme Gjelas Fesla tha se dyshohet se serbët e arrestuar kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për çështje të mundshme, pasi janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me anëtarët e grupit terrorist të Banjskës. Për historinë, kulturën dhe traditën rome është diskutuar sot me studentët e Universitetit Fehmi Agani në Gjakov. Ky sesion informues është mbajtur në kuadër të aktiviteteve që shënojnë javën rome në Kosovë. Për historinë, kulturën dhe traditën e komunitetit rom është diskutuar sot me studentët e Universitetit Fehmi Agani në Gjakov. Ky takim informues u organizua në kuadër të aktiviteteve që shënojnë javën rome në Kosovë, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për historinë, gjuhën dhe identitetin rom. Emra Cërmjanin nga organizata jo qeveritare Roma in Action theksoi se përmes këtyre aktiviteteve synohet sensibilizimi i opinionit të gjerë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën rome, duke nënvizuar nevojën për përfshirje dhe respekt më të madhe për këtë pjesë të shoqërisë. Një prej çështjeve të cilët kanë të bëjnë me stereotipin ndaj këtij komuniteti është fatkeqësisht mungesa e informacioneve se kush në fakt janë romët të cilët jetojnë në Kosovë mirëpo edhe ndërkombëtarisht, dhe ne në kuadër të kësaj jave synojmë në fakt të sensibilizojmë opinionin e gjanë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën e këtij komuniteti, në mënyrë që të plotësojmë ndoshta edhe boshllëkun në literatura shkollore, jo vetëm në universitet, mirëpo edhe në institucione fillore të mesme të ulta apo shkollat mesme të ulta, marrë parasysh në kuadër të kurrikulës mësimore informacioni mbi historinë e këtij komuniteti është i mangët. I ftuar në këtë ligjërat ishte edhe Daud Çulanxhiu, i cili ndau me studentët njohuri dhe rrëfime historike që pasqyrojnë rrugtimin dhe trashëgiminë kulturore të komunitetit rom. Preardhja e romëve në shumë hipoteza janë hedhur për origjinën e romëve dhe vetëm faktet gjuhësore të trashëguara vërtetojnë origjinën e komunitetit rom nga India. Romët në Ballkan u vendosën në grupe të veçanta ose u sodhën nga ushtrit turke apo otomane, në cilën formonin reparte të veçanta për prodhimin e barutit apo të armeve, dhe mu përkthe njifën si farkatar të njohur edhe në Ballkan. Ky takim jo vetëm që shërbeu si një hap drejt informimit dhe edukimit për studentët, por edhe si një mundësi për të forcuar bashkëjetesën dhe respektin ndërkulturor. Njohja me historinë dhe kulturën rome është një hap i rëndësishëm drejt një shoqërie më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, u tha mes tjerash në këtë mjedis. Teatri rom. Gratë e organizatës Javlen të Jetosh, të cilat po përballen me sëmundjen e kancerit të gjirit, sot pranuan një donacion nga Gjermania. Donacioni përfshin disa sytjena dhe proteza për gratë që vuajnë nga kjo sëmundje. Gratë e organizatës Javlen të Jetosh sot pranuan një donacion nga Gjermania. Donacioni përfshin disa sytjena dhe proteza për gratë që vuajnë nga sëmundja e kancerit të gjirit. Valbona Kastrati, kryetare e organizatës, tha se është hera e parë që kemi pranuar një donacion të tillë, të pritur prej kohësh dhe shumë të domosdoshëm për anëtarët tona. Kjo është një organizatë gjermane, ABC Breast Care, me të cilin jemi rënë në kontakt përmes doktora Grona Broshit, i cili kurdo që e ka një mundësi ai lobon për ne. Është hera e parë që na jemi duke marrë një donacion. Këto janë sutjena edhe proteza për gratë të cilat janë të prekur me kancer të gjirit, të cilat për ne kanë qenë shumë të nevojshme, pasi që kjo është një material hargjues, edhe siç e dijim në grupin tim kemi gratë të cilat nuk kanë mundësi mi ble, edhe kjo ka qenë shumë një mbështetje e mirë për ne. Barbara Bujset, ABC Breast Care, donator nga Gjermania, tha se janë rikthyer përsëri në Kosovë, që të jenë një ndihmë sado e vogël për gratë që kanë nevojë. Pra, kompania ABC Breast Care ka pasur idenë që të shkojnë në shtete ku gratë nuk kanë mundësi të marrin proteza apo sytjena të mira falas pas operimit të gjirit. Që disa vite unë bashkë me kolegun tim Puzhit shkojmë një herë në vit në një shtet që të ndihmojmë gratë të pajisjen me një formë të mirë të sytjenave.
Ne kemi filluar në vitin 2017 për herë të parë në Kosovë dhe u kthyem vitin e kaluar, por jemi përsëri edhe këtë vit në Gjakov, sepse gratë nga Gjakova nuk patën mundësi të vinë në Prishtinë, kur ne atje ishim vitin e kaluar në tetor. Pra patjetër gjithmonë është një kënaqësi e jashtëzakonshme për mua dhe kolegun tim që ne mund të ndihmojmë gratë me format e sytjenave. Ky donacion nuk është thjesht një ndihmë materiale, por një simbolik për gratë që ndër vite janë të përballur apo janë në proces të trajtimit të sëmundjes së kancerit të gjirit, u tha mesjerash në këtë takim. Kujdesi ndaj shëndetit duhet të jetë i vazhdueshëm, secili problem shëndetësor duhet trajtuar me shumë përkushtim, kështu bëri të ditur doktoresha Meri Komoni Nagavci në ditën botërore të shëndetit. Çdo 7 prill, kudo në botë flitet për shëndetësi në kuadër të ditës botërore të shëndetit, ditë kjo që shërben si një moment reflektimi mbi sfidat dhe prioritetet që ka shëndetësia në mbar botën. Doktoresha Meri Komoni Nagavci thotë se profesionistët shëndetësor ndjejnë përdit përgjegjësinë e plotë për të ofruar gjithmonë shërbime cilësore dhe të kujdesshme për pacientët. Si profesionist shëndetësor, jo vetëm sot, por çdo ditë ndjejmë përgjegjësinë e plotë për të ofruar shërbime cilësore dhe për të krijuar një sistem të drejtë dhe të qëndrueshëm. Në praktikën tonë shohim jo vetëm diagnoza, por edhe historinë e secilit pacient. Ne çdo ditë përballemi me sfida të ndryshme si sfida ekonomike, emocionale dhe ndoshta sistemi jo nuk është i përsosur dhe sigurisht që ka vend për përmirësime. Unë e di që unë dhe secili koleg bëjmë çdo ditë maksimumin për të ofruar shërbime për pacientët tanë. Doktoresha Komoni Nagavci po se kjo ditë duhet të shërbejë edhe në rritjen e vetdijes së vet pacientëve që të kujdesen për kontrollet e shpeshta të mjeku, pavarësisht nëse ata ndihen mirë me shëndetin. Në këtë ditë botërore të shëndetit, unë uroj që të gjithë pacientët të jenë të vetëdijsuar për kontrollat të shpeshta të mjeku dhe për prevenim të sëmundjeve. Gjithmonë është thënë që prevenimi është më i mirë se trajtimi. Kujtojmë se në shënim të kësaj dite në shumë vende mbahen aktivitete shëndetësore, përmes së cilave përçohet mesazhi mbi rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit të gjithë secilit njeri. Mbetemi te shëndetësia dhe sjellim një kronikë e cila shpalos sekuenca nga puna e mediumit ton në mbulimin e sektorit të shëndetësisë për një mision të përbashkët mes mantelbardhëve dhe ekipeve tona, vetëm që informacioni deri te qytetarit të shkojë me saktësi dhe në kohë reale. Puna e përditshme e mantelbardhëve është sfiduese, por është profesion me mision të veçantë. Televizioni Syrivizion, jo vetëm sot, por çdo ditë, kujdeset që me mbështetje mediale të mbuloj aktivitetet të ndryshme shëndetësore, duke i dhënë rëndësi të veçantë informacioneve shëndetësore në shërbim të qytetarëve. Përmes emisionit Med Plus, Dr. Hektor Binishi çdo javë realizon intervista me profesionistë të fushave të ndryshme, përmes të cilave përcjellen shumë mesazhe se si duhet trajtuar secilin problem shëndetësor. Informacionet mbi shëndetësinë, mediumi ynë i ka përcjellur edhe përmes doku-series me autore doktoreshën Edea Blyta, ku me profesionalizëm është trajtuar shumë çka mbi shëndetësinë. Që të jemi në hap me zhvillimet shëndetësore, gazetarët e shëndetësisë në baza ditore përcjellin kronika për shëndetësinë, si nga shërbimet terciare ashtu edhe primare. Kronika nga secili repart i spitalit Isa Greza, raporte mbi gjendjen e qendrave të mjekësisë familjare, raste të shumta nga urgjenca e emergjenca, duke mos përjashtuar edhe raportet e mjekëve të tjerë nga ordinancat e tyre private. Të gjitha këto, vetëm për një mision të vetëm, informacionin e drejt deri te qytetari. Kujtojmë se mediumi Syri, duke dashur të jetë sa më mirënjohës për punën e profesionistëve shëndetësor në gjithë vendin, madje edhe në Evropë, Amerikë, ka realizuar ndarjen e mirënjohjeve në shenjë respekti për punën dhe kontributin e secilit doktor. E këtë vit të shëndetësisë, mirënjohja shkon për profesor doktorin mentor Petrela me motivacionin për kontributin e jashtëzakonshëm për pacientët nga Gjakova. Prandaj, jo vetëm në ditën e shëndetit, ditën e mjekëve, por edhe ditëve të sëmundjeve të caktuara, programet nga shëndetësia në televizionin Syri dhe Top Radio janë prioritetet të skemës programore dhe politikave redaktuese, duke i falenderuar për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kanë me mediumin ton në një mision të përbashkët.
Gjatë muajit të Ramazanit, interesimi i dhuruesve vullnetar të gjakut ishte paksa më i ulët. Doktori Jeton Zenuni, shef në transfuzionin e gjakut në Gjakov, thotë se nevoja për të pasur doza rezervë të gjakut është e vazhdueshme. Sipas tij, her pas here ka mungesë të grupit të gjakut A pozitiv. Qendra e transfuzionit të gjakut në Gjakov qëndron mirë e furnizuar me dozat rezervë të gjakut, edhe pse gjatë muajit të Ramazanit kishte një rënje të dhuruesve vullnetar të gjakut. Kështu bëri të ditur shefi i qendrës së transfuzionit të gjakut në Gjakov, doktor Jeton Zenuni. Relativisht mirë për momentin, si që dim kemi kaluar muajin e shenjtë të Ramazanit, në cilin kemi pasur një zbritje të numrit të dhuruesve gjakut për arsye mirë të njohura. Mirë po tash pas muajit Ramazanit, pas Bajramit, domethënë qëndrojmë relativisht mirë. Kemi kërkesa të vazhdueshme, mirë po për momentin jemi në mundësi që t'i mbulojmë ato, duke falendëruar dhuruesve kryesisht familjar, po edhe atyre vullnetarë të gjakut. Ndërkohë doktori gjithashtu tregon se her pas here ka mungesë të grupit të gjakut O pozitiv. Si zakonisht, grupet negative janë më të rralla, rrjedhimisht edhe kërkesat janë më të rralla, mirë po edhe është problematika, domethënë gjetja e dhuruesve me këto grupe të gjakut, ndërkaq që her pas here kemi në mungesë të grupit O pozitiv të gjakut, po për momentin disponojmë me të gjitha grupet të gjakut. Dëshirën për të dhuruar gjak e ka të vazhdueshme edhe dhuruesi David Hajdaraj, të cilin e takuam sot. Ai thotë se kjo nuk është hera e parë që dhuron gjak, prandaj edhe apelon te të tjerët që të bëjnë këtë akt human duke u bërë dhurues vullnetar. Është era 6 apo 7 sot dhuroj gjak. Jam vullnetar, prap kush ka nevojë, më dhurua për ata që kanë nevojë. Cili kishin apelin? Kush mundet, se thojnë, unë dhuroj tjetër shpëtor. Doktor Zenuni u bëri apel të gjitha grup moshave nga 16 deri në 65 vjeç që gëzojnë shëndet të mirë që të paraqiten dhe të dhurojnë gjak, duke shtuar se ky veprim human ndihmon në përmirësimin e gjendjes së atyre që kanë nevojë. Posta e Kosovës ka nisur shpërndarje në gjobave digjitale për shkeljet e trafikut, një iniciativë rëndësishme që rrit sigurinë dhe përgjegjësinë në rrugë. Ky hap e bën procesin më të shpejtë dhe më të thjeshtë për qytetarët. Kapiten Albin Sahaçia thotë se përmes këtij procesi do të kemi ngritje të vetdijes së ngasësve për detyrimet e tyre. Posta e Kosovës ka nisur shpërndarjen e gjobave digjitale për shkeljet e trafikut, një iniciativë rëndësishme që rrit sigurinë dhe përgjegjësinë në rrugë. Ky hap modernizues e bën procesin më të shpejtë dhe më të thjeshtë për qytetarët, duke siguruar një menaxhim efikas të detyrimeve të tyre. Komandant Albin Sahaçia thotë se njësia rajonale e trafikut në Gjakov nga 3 prilli ka intensifikuar veprimtarinë e saj në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtjeve në komunikacion, përmes përdorimit të automjetit inteligjent dhe atij me radar mobil. Prej fillimit prillit ka filluar zbatimi i gjobave përmes postës. Dihet që njësia rajonale e trafikut në Gjakov vepron me automjetin inteligjent dhe automjetin me radar mobil, ku identifikohen kundërvajtje të ndryshme. Si prioritet të identifikimit të kundërvajtje të ndryshme janë shpejtësia, automjetet e paregjistruara, parkimet e palejuara dhe kundërvajtjet të tjera, të cilat pas identifikimit të këtyre kundërvajtjeve, atëherë dërgohen me postë te pronari i mjetit. Kapiten Sahaçia vuri thekstin edhe të një elementi rëndësishëm që ka të bëjë në rastet e shitjes së veturave. Ai thotë se është shumë e rëndësishme që pronarët e automjeteve në momentin e shitjes së mjetit ta transferojnë pronësinë tek blerësi. Është e rëndësishme që pronari i mjetit në momentin e shitjes së mjetit të tij ta transferojë pronësinë te shitësi i cili e blen automjetin, për shkak se në të ardhmen mund të ketë shqetësime të ndryshme në rast të kundërvajtjeve të ndryshme. Është e rëndësishme të njoftohen edhe gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët e shkaktojnë kundërvajtjen, e kanë edhe mundësinë në momentin ku posta e dërgon gjobën të pronari i mjetit, është e rëndësishme që ata kanë të drejtën e tyre që brenda
15 ditëve ta paguajnë gjysmën e gjobës, mirë po i kanë edhe të drejta tjera të ankesave në rast që nuk pajtohet me gjobën, atëherë brenda 8 ditëve mund ta paraqesin ankesën në Komisionin për Vendosje të Policisë. Aplikimi i gjobave digjitale po vlerësohet si një hap modernizues që siguron një menaxhim efikas të detyrimeve të ngasësve për gjobat e tyre në komunikacionin rrugor. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti Vranat e Medjell kanë bizotruar ditën e sotme, me temperaturat që kanë lëvizur nga -4 deri në 6 gradë Celsius. Për nesër parashihet mot kryesisht i Vranat e Medjell, me temperatura që do variojnë nga -2 deri në 9 gradë Celsius. Diell e vranësira pritet të mbizotrojë edhe të mërkurën, me temperatura që do variojnë nga -1 deri në 13 gradë Celsius. 3 deri në 15 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së enjtës, karakterizuar nga moti Vranat e Merreze dielli. Për të premtën parashihet të jetë mot me diell e vranësira, ku minimalja do të jetë 4 gradë, ndërsa maksimalja 16 gradë Celsius. Edhe të shtunën pritet të mbizotrojë moti Vranat e Merreze dielli, me temperatura të cilat do variojnë nga 5 deri në 17 gradë Celsius. 8 deri në 20 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë së dielës, ditë kjo që do të karakterizohet nga moti Vranat e Medjell. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Nën masa të repta sigurie sillen në gjykatë serbët e arrestuar në Gjakov. Studentët e Universitetit Fehmi Agani në Gjakov diskutojnë për historinë, kulturën dhe traditën rome. Televizioni Syri gjithmonë në përkrahje të kujdesit ndaj shëndetit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.